Maturantët në shkollat e mesme prej ditësh po zhvillojnë paraprovimet e maturës shtetërore, një proces që ndihmon ata të vlerësojnë arritjet e tyre dhe të familiarizohen me procesin e testimit në maturë. Sipas nxënësve, këto teste ndihmojnë në rritjen e sigurisë dhe menaxhimin e emocioneve gjatë provimit. Mua personalisht mu duket gja mirë, ne kishim punuar dhe kemi zhvilluar konsultime me mësuesit në mënyrë të rregullt, po dhe gjatë orëve mësimore kemi bërë ushtrime të ndryshme të tipeve që kishin rënë sot në testim, pres rezultate të mira nga ky paraprovim, domethënë që në përputhje dhe me programin dhe krahasuar dhe me tezat e viteve të tjera apo modelet e punuara, kishin shumë ngjashmëri në llojet e ushtrimeve të vendosura aty sot për na testuar ne. Ishte i ngjashëm me tezat e maturës së viteve të kaluara, gjithashtu dhe modelet e publikuara nga SHA-ja. Gjithashtu menaxhimi ishte mjaft i mirë, punuam qetë dhe pa stres personalisht dhe mendoj që pres rezultate të mira. Shkollat kanë intensifikuar gjithashtu përgatitjet për maturën shtetërore përmes konsultimeve dhe testimeve të vazhdueshme. Synon që të trajnojnë maturantët me të gjitha të drejtat dhe detyrat e tyre në ditën e provimit në qendrën e provimit. Por njëkohësisht edhe për të marrë një gjykim, për të marrë një ide se si janë maturantët tonë dhe si është dia e tyre me objektivat që ne si shkollë kemi vendosur. Sigurisht që puna ka filluar me konsultimet e maturës shtetërore, menjëherë pas daljes së urdhrave, të cilat orientojnë shkollat mbi procedurën se si do të veprojnë. Ka grupe që zhvillojnë në mëngjes, 7:15 deri në 8, ka grupe që zhvillojnë në 1:15 deri në orën 2. Provimet e maturës shtetërore këtë vit do të zhvillohen nga data 2 deri në 23 qershor.